Mirëmëngjes. Hiri dhe bekimet e Zotit përëndin jetën tuaj. A dini që Bibla deklaron tek Psalmi 24 që Zotit i përket toka dhe të gjitha gjërat që janë mbi të bota dhe banorët e saj. Në vitin 1099, kur kryqëtarët pushtuan Jeruzalemin, shumë mbretër dhe princër luftonin për të fituar territore, qytete, pasuri. Ata besonin që pushteti matet me atë që zotëron, por vetëm pak dekada më vonë, shumica e tyre kishin vdekur dhe emrat e tyre ishin zberur nga historia. Tokat që ata i quanin të mijat, pra të tyret, kaluan në duar të tjera njerëzish. Historia përsërit njëjtin mësim, brez pas brezi. Njeriu mendon se është pronari, ndërsa në të vërtetë është vetëm shtektar, kalimtar. Pikërisht këtë deklaron Psalmi 24 vargu i parë. Davidi shpall një të vërtetë që rrëzon krenarin njerëzore. Ai thotë, Zotit i përket toka. Për një moment imagjinosh sa shumë luftë dhe luftra janë bërë dhe vijojnë të bëhen për çështjet të pronave. Bibla nuk thotë se Zoti zotëron vetëm qiellin apo kishën. Bibla shpall se çdo centimetër i këtij universi i përket Zotit. Ne jetojmë një kulturë që ndërton identitetin mbi pronësinë. Shtëpia ime, biznesi im, karriera ime, trupi im, jeta ime, zgjedhja ime. Por fjala e Zotit na kujton se para se të ishin të mijat, gjithçka ishte dhe mbetet e Zotit. Abraham Kyperi shprehi: nuk ka asnjë centimetër katror në të gjithë krijimin për të cilin Krishti të mos thotë, është e imja. Ky varg na kujton tre të vërteta të mëdha. Së pari, Perëndia është krijuesi. Ai nuk e fitoi botën me luftë, ai e krijoi me anë të fjalës së tij. Prandaj autoriteti i Zotit është absolut. Së dyti, Perëndia është pronari. Nuk jemi ne pronarët, por vetëm thjesht administrator, pra koha, talentet tona, familja jon, pasuria dhe vetë fryma që marrim janë dhurata që na i ka besuar Zoti për një kohë. Së treti, Zoti Perëndi është sovran. Edhe kur bota duket jashtë kontrollit, ajo nuk ka dalë asnjëherë jashtë kontrollit të Zotit. Kombet ngrihen edhe bien. Perandorit lindin, zhduken, tregjet lëkunden, por froni i Zotit mbetet i palëvizshëm për jetë. Sa qetësi sjell kjo në jetën e besimtarëve. Ne nuk jetojmë në një univers pa Zot, por në botën që ai e mban ende me anë të fuqisë së fjalës së tij. Miku im, ky psalm na sfidon të bëjmë disa pyetje. A e trajtoj unë pasurinë time, gjithçka që kam, si pronar apo si administrator? A e përdor unë kohën time për lavdinë e Perëndis, apo vetëm për interesat e mia? A e kam dorëzuar unë jetën time atij që është pronari i saj? Kur e kuptojmë se gjithçka i përket Zotit, ndryshon mënyra se si ne punojmë, si mendojmë, si i japim, si dhurojmë, si shërbejmë dhe si adhurojmë Zotin. Edhe sprovat marrin një kuptim tjetër. Vështirësitë, vuajtjet. Pra nëse jeta ime i përket Zotit, atëherë edhe rruga që ai lejon të kaloj është nën sovranitetin e tij. Besimtari nuk duhet jetojë me ankthin e pronarit, por me paqen e administratorit besnik. Në fund të jetës, nuk do të pyetemi se sa shumë kemi grumbulluar, por sa besnik kemi qenë në atë që Zoti na ka besuar. Pra sot, le të ulim krenarin ton përpara Zotit. Le të pranojmë që asgjë nuk është vërtet e jona. Ne i përkasim atij. Dhe kjo është diçka që duhet ta mendojmë thellë. Jeta jon është në duart e pronarit të universit. Atëherë, ajo është në vendin më të sigurt të mundshëm. Me këto të vërteta le t'i lutemi Zotit së bashku. Atë qiellor, të falenderoj që ti je krijuesi, pronari dhe sovrani gjithçkaje. Na fal. Kur kemi jetuar sikur gjithçka të ishte e jona dhe të na përkiste ne. Na mëso që të jemi administrator besnik të dhuratave që na ke dhënë. Na ndihmo të jetojmë çdo ditë për lavdinë tënde, duke kujtuar që toka dhe gjithçka që kemi dhe jemi është e jotja, të përket ty. Bekoj burra dhe gratë, fëmijët dhe familjet që po ndjekin këtë mëngjes. Mbroj dhe ruaj o Zot, udhëhiqi dhe drejtoj, të jepi forcë përballë sfidave dhe vështirësive të jetës. Në emrin e Jezusit. Amen. Dhe amen. Miq, ky ishte meditimi i këtij mëngjesi, shpresoj që të ketë qenë bekim për ju. Nëse ka qenë, ndajeni me miqtë tuaj,
në rrjetet sociale. Pres ju takoj sërish nesër në meditimin e radhës. Deri atëherë, Zoti me ju.